Што за вас представува слободата на изразување, медиумските слободи, па во тој контекст и активизмот? Liria e të shprehurit është një nga parimet themelore të drejtave të njeriut dhe si e tillë domethënë është e shenjtë, prandaj mendojmë që në Maqedoni ekziston liria e të shprehurit, por mendoj se fatkeqësisht mjaftohet me aq sepse vetëm mund të shprehemi, ndërkohë që nga ana tjetër të shprehurit tonë nuk shkon në veshin e duhur, por mbaron në veshin e shurdhër. Dhe ne vetëm mund të themi ato që duhet të themi, ndërkohë që autoritetet nuk bëjnë asgjë në lidhje me ato që themi, pjesërisht domethënë shpeshherë nuk bëjnë asgjë. Dhe ngelet domethënë sikur një atribut pozitiv vetëm i shoqërisë tonë se kemi liri të shprehurit, mirëpo prapë domethënë autoritetet nuk është se e dëgjojnë atë edhe bëjnë ashtu siç duhet. Кажи ми, на кој начин придонесуваш или можеш да придонесеш во контекст на подобрување на состојбите со слободата на изразување, медиумските слободи? Unë vetë si aktivist, por edhe ne si organizat gjithmonë i inkurajojmë të tjerët që të shprehin mendimin e tyre sido që tjetë, që ta thonë atë hapur, domethënë edhe në çfarë do vend, sepse nuk guzojnë të kenë frikë. Ne themi ato që janë shpeshherë, pavarësisht se përballemi me lloj-lloj kërcënimesh, pasojash, presionesh e tjerë, por megjithatë gjithmonë inkurajojmë edhe të tjerët, sidomos të rinjt, që të shprehin atë që mendojnë, të shprehin pakënaqësinë sidomos nëse ka të tilla, dhe të mos heshtin për këto situata. Megjithatë ka raste kur qofshin mediume, qofshin qytetarë kanë një lloj autocenzure, sepse domethënë kanë frikë se çfarë pasojash mund të kenë po të shprehin një pakënaqësi, por në çdo rast besojmë që duhet thënë ajo që duhet thënë, dhe prandaj qytetarët, mediumet, të gjithë nuk duhet të kenë frikë. Le të themi se ky është një lloj kontributi jon, sepse ne kemi dhënë shembull se duhet thuhet e vërteta cila do qoftë ajo, dhe kujdo qoftë që i pengon ose e shqetëson. Дали досега си се соочувал со притисоци од политички и бизнис центри на МОК и како си се справувал со истите? Kemi patur raste kur nga ana e individëve të caktuar, domethënë përkrahës të partive politike ose të regjimit, kemi patur qoftë edhe telefonata anonime duke na kërcënuar për gjërat që bëjmë ose gjërat që themi. Të njëjtat shpeshherë i kemi paraqitur në organet e rendit, në policinë e Tetovës, të cilët domethënë në kohë të duhur kanë reaguar dhe kanë marrë masa që mos kemi ndonjë pasojë ose ndonjë rrezikim tjetër. Po ashtu domethënë kemi patur forma presioni jo të kërcënimeve nga fuqitë e biznesit, nga bizneset e ndryshme, jo në formë të kërcënimeve, por në formë të joshjes, në mundësi që ta blejnë heshtjen tonë, që të mos flasim kundër dëmeve ose problemeve që i bëjnë, por të njëjtat sigurisht domethënë i kemi paraqitur edhe ato në polici ose i kemi injoruar tërësisht dhe kemi vazhduar të bëjmë atë që bëjmë. Кои се твоите препораки во контекст на подобрување на состојбите со медиумските слободи и со слободата на изразување воопшто? Unë, si thash, mendoj se ka liri të shprehurit edhe tek mediumet edhe tek qytetarët, por mendoj që duhet autoritetet, qofshin ato qeveria ose komunat, të dëgjojnë atë që shprehet nga ana e qytetarëve dhe mediumeve dhe të i përmirësojnë kushtet që duhet i përmirësojnë. Nuk mjafton të themi që Tetova është në një kaos urbanistik, për shembull, që ja jemi në këtë moment dëshmitar të asaj që po ndodh. Kur kjo e thënë, nuk shkon në veshin e duhur dhe nga autoritetet nuk ndërmerren masa për ta përmirësuar. Prandaj mendoj që duhet të ketë një funksionim pak më të rrept të ligjeve, që të nxirren edhe para drejtësisë të gjithë ata individ ose institucione shtetërore ose komunale, të cilat nuk punojnë në respektimin e ligjit, dhe sidomos rastet kur ka kërcënime ndaj gazetarëve ose ndaj individëve të ndryshëm për mendimin e tyre të shprehur. Pra duhet funksionimi i ligjit që jo vetëm t'i jap më shumë liri shprehjes, por t'i jap edhe rëndësinë e duhur për ta dërguar atë në veshin e duhur, domethënë edhe për t'u përmirësuar situata.
Neve shpesh herë kemi raste, jo vetëm ne, por edhe dëgjojmë edhe të tjerë që shprehen lidhur me ndonjë problem ose ndonjë çfarë do të telashesh që përballen qytetarët e Tetovës, por edhe të Maqedonisë në përgjithësi, por të njëjtat vazhdojnë të mos zgjidhen sepse mjaftohen autoritetet, ja qytetarët kanë liri të shprehen, ndërkohë që ata nuk bëjnë asgjë. Domethënë mjaftohen vetëm me aq.